Welcome to QR Pod. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Qiriazi Roots Podcast. Unë jam Sara. Dhe unë jam Leo dhe bashkë me Sarën sot ju prezantojmë këtë platformë të re, e cila vjen si një hapësirë reflektimi, dialogu dhe ndarje idesh. Qiriazi Roots Podcast ka për qëllim të pasqyrojë vizionin, mendimin dhe provojat e individëve që ndikojnë tek të rinjt jo vetëm përmes fjalës, por edhe përmes veprimit, angazhimit dhe kontributit të tyre të drejt për drejt në fushat e edukimit dhe formimit profesional. Ky podcast synon të sjellë histori reale, kundërshtrime të thelluara dhe diskutime që nxisin mendimin kritik, vetëdijen dhe guximin për të ndjekur rrugën e dijes. Do të jetë një hapësirë ku edukimi shihet si rrënjë, si themel mbi të cilin ndërtohet identiteti, e ardhmja dhe përgjegjësia qytetare e brezave të rinj. Në çdo episod do të takojmë profesionistë, akademik dhe figura frymëzuese që do ndajnë me ne jo vetëm suksesin, por edhe sfidat, mësimet dhe vizionet e tyre për një shoqëri të arsimuar dhe më të ndërgjegjshme. E ftuara jonë e parë është profesori asociuar Dr. Nida Buzheku, juriste dhe dekane e Fakultetit të Drejtësisë në Kolegjin Universitar Qiriazi. Më bukur se kaq nuk ishte si teniste, profesoresh, mirë se vjen. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Kemi përgatitur disa pyetje për ju, të cilat janë në mënyrë që t'ju njohim edhe pak më mirë. Pavarësisht se publiku i gjerë ju njeh dhe ju njeh shumë mirë, ju keni qenë shumë vokale dhe kjo është diçka për t'u admiruar vërtet. Kemi një pyetje. Profesoresh, si e përkufizoni vizionin tuaj për të rinjt e Fakultetit të Drejtësisë? Dashuri për atë që kanë zgjedhur të bëjnë, që do të thotë impenjim, frekuentim dhe bashkëbisedim. Koncepti im i edukimit për sa i përket profesionit në vetvete, por jo vetëm, se është më e gjerë se kaq, lidhet me frymën e të qenurit i lirë. E do të thotë që studenti kur hyn në auditor duhet jetë i lirë, jo të ketë atë frikën se pedagogu është i ashpër, është i rënd, është kështu, por duhet ta respektoj se pedagogu di. Dhe në moment që di ka çamje, pra ta shohë si një benefit për veten e tij që nga ky profesorat apo ky individ unë mund të marr më të mirën dhe përmes kësaj, përmes eksperiencës që më përcillet dhe dijes në konkret, unë mësoj diçka për të qenë nesër profesionisti të ardhmës dhe profesionisti mirë. Pra gjithmonë në frymën e të qenurit i lirë në bashkërritjen e edukimit, le të themi përmes profesionit. Profesoresh, mendon që këto janë disa cilësi që mund të rrisin mosimdhënien dhe cilësinë e mosimdhënies në fakultet? Mendoj që po, keni parasysh, mosha në të cilën hyn në fakultet është 18 vjeç. 18, 19 pak a shumë. Tani është një lloj moshe e cila ti nuk je i rritur, por nuk e më për kujdesin e prindërve, sepse fermos vet. Pra përgjegjësia jote tashmë është e plot, zotësia për vepruar. Në këtë drejtim, ti e sheh pedagogun, profesorin dhe kushdo që është përballë teje si një njerëz që është shëmbulltyra e asaj çka ti nesër do doje të ishe. Dhe nëse arrit të përcillet kjo ke studentët, kuptohet që i ke dhënë një bazë fillimi shumë pozitive. Mirë po, çfarë ndodh? Shpeshherë vetë cilësia e pedagogëve nuk është e tillë sa ta perceptoj tek vetja dhe le më pastaj ta japi. Ne në Qiriaz jemi munduar pikërisht që tek stafi që kemi, ke personat që ne kemi zgjedhur të bashkëpunojmë, që janë pedagogë shumë të mirë dhe kanë dëshirën dhe dashurinë për të bërë mësim në mënyrën më të mirë të mundshme dhe studenti e kupton këtë. Dhe mosha e tij është ky sfungjeri, kjo përthithja e këtyre gjërave që të shef dhe ti e kupton kur çem adhurim. Ti e kupton që ai nesër do donte të ishte si ty. Kjo është stimul për ty që jep mësimin, por dhe për atë që nesër do dojë të bëhet një njerëz profesionist i mirë, i Zotit dhe me reputacion, padyshim se profesioni ta jep këtë mundësi. Kjo është shumë e vërtet dhe ju me të vërtet keni qenë shumë e lirë gjatë çdo emisioni edhe me studentët, se ne gjithmonë marrim feedback, sepse Leo është edhe nga zyra e Këshillit Studentor. Jam kurioze, si e promovoni ju pjesën e mendimit kritik edhe analizave? Gjë e parë është të mos i trembësh. Studenti ka frikën se mos gabon. Të gjithë ne e kemi patur se mos themi një fjalë më shumë, sepse në botkuptimin tonë, në ndërgjegjen tonë, por dhe në ndërgjegjen, ne mendojmë që do të ndëshkohemi.
Kjo vlen si diçka e kultivuar në kohë që vetë edukimi shqiptar është pak represiv, në të cilin i thuhet mos këtu, mos atje, mbaj për vete, jo komshiu, jo ky, jo ai, mendimi s'duhet thënë se çfarë do thot bota, po bota, më çdo thot bota. Dhe studentët e manifestojnë këtë. Si nxirret? Nxirret duke qenë ti vetë i lirë. Pra e nis nga vetja. Eksperienca është tregon një eksperiencë tënde. Diçka që ti e kupton që mund të ndash me ta dhe fiton besimin e tyre. Njerë që ti i ke fituar besimin, ata fillojnë dhe tregojnë, fillojnë dhe flasin. Dhe ti gjithmonë duhet kesh parasysh që nuk duhet t'i ndëshkosh. Pra, ata duhet ndjen rehat, komfort, për gjetur sinonimin e fjalës rehat, se është fjalë turke. Po, ja jep këtë përmes këtij rrugtimi. Pastaj, analizën ti i shoqëron. Japin mendimin dhe ti thua një sekond, prit ta ndaloj. Po kjo, çfarë do të thotë? Shko më tutje, lidhe me këtë tjetrën. Pra ti jes një lloj Virgjili, po e quaj kështu tek komedia hynore e Dantes, që i tragjeton ata drejt të gjitha fazave, le të themi, purgator, ferr dhe parajs, sepse edhe shkolla është tillësh. Purgator kur e ndjek gjatë kohës, ferri provimet dhe parajs ai diplomimi. Unë kështu e shoh pak. Shumë në krahasim i bukur, me të vërtet. Profesore, keni ju ndonjë strategji për të përmirësuar studentët të jenë më të angazhuar në mësim, në praktik? Jo, strategjia, përveç se të japësh shembullin personal në atë që ti bën, dhe prandaj ne këtu në Qeras kemi një fat, dhe kjo është shumë pozitive për t'u thënë, sepse duke patur linjën drejtuese, komandën drejtuese, po e quaj, që e kupton shumë mirë se sa e rëndësishme është eksperienca e profesoratit në terren me ndërthurjen akademike. Kjo na ka dhënë mundësinë që përmes gërshetimit ne studentëve të japim shembullin e jo vetëm teori dhe praktik. Mirë, po ç'a ndodh? Që studenti duke të parë me shembullin konkret që ti vjen nga gjyqi. Gjithsesi herë ka ndodhur mua që mund të jem, i them, jam gjyq filan orë, po ju tregoj rastin, ose isha dje në gjykat dhe po ju tregoj rastin. Ata mësojnë duke dëgjuar përmes. Ti e lidh me atë që është shpjegimi i temës së radhës që ke, dhe kuptohet që vetë ata induktohen në mënyrë pozitive për të marrë elementin e eksperiencës që qenë ka shumë e rëndësishme, por pa teorinë s'bën. Se shkollat tona kanë një problem shumë të madh. Nuk i lën studentët që të flasin dhe të mësojnë duke ndërshkëmbyer. Se ato kanë dhe një rast në familje, dëgjoja. Kanë dhe një rast në një miku, e një shoku, e një shoqe, nuk ka rëndësi, dëgjoja. Dëgjojnë televizor dhe duan një mendim. Pra, ky është mënyra se si strategji të vitë natyrshëm, nuk e shoh si vitë. Nuk është që një strategji të caktuar. Është eksperienca, dashuria për atë që bën, pasione. Unë si ditë në parësi, si mbas shumë vitesh, vazhdoj ta kem si një sot. Nëse herë që hyj me të njëjtën energji, me të njëjtën gjë. Dhe e bëj për veten, mbas pak egoiste kjo, por unë çdo herë ri përsëris lëndët e mia nga e para. Edhe kjo më bën mirë. Shumë e bukur. Jam kurioze të di si e shikon rolin e edukimit ligjor për të ndërtuar një komunitet ku qytetari është i ndershëm dhe i ndërgjegjshëm. I them Akilit se këtu kemi problem arsimor që kemi qenë në genezën kur ne i çojmë fëmijët në shkollë e mandej. Këto janë politika, le të themi, shtetërore, të cilat nuk kanë marrë kur parasysh. Pse? Ka një qëllim. Sa më ignorant një popull në fushën e dijes, dhe sidomos të drejtave dhe detyrimeve të tij, të drejtave veçanërisht, aq më shumë ti e kontrollon atë. Këto janë mekanizma kontrolli. Sa e rëndësishme është të fusësh në sistemin, në kurrikulat arsimore, unë do ta filloja që nga kopshti e mandej, elementet kryesore që janë tek të drejtat qytetare kushtetuese bazë për moshë absolute. Por jo thjesht si ca fjali që rrinë aty të hedhura në kushtetut, por si disa fjali që janë themeli i të qenurit qytetar, i ndershëm, i ndërgjegjshëm, i edukuar mbi të gjitha dhe që ti e di vendin tënd në shoqëri. Kemi mangësi. Fatkeqësisht kur vi në fakultetin e drejtësisë është shumë vonë për ta bërë këtë në kuptimin e botkuptimit dhe mentalitetit. Pra ne njëherë punojmë me heqjen e paragjykimeve që vijnë nga keq edukimi, është keq edukim, s'kemi ç'i bëjmë, kështu është kurrikula tan, janë të tillë, dhe pastaj për të ndërtuar bazën e edukimit, pra atë të ri ose riedukimit teknik.
Nuk është e thjeshtë. Do t'ishte mirë që Ministria e Arsimit të punonte në këtë drejtim dhe ta fillonte siç e ka bota jashtë. Duam të në Europë. Francë, Gjermani, Finland, Austri, Spanjë, marrë disa nga, e kanë që në kopësht. Që në kopësht fëmijët mësohen me drejtat kushtetuese. E din që fëmijët ç'është kushtetuta. Pyeti edhe kur vinë në vit parë fakultet nuk e din çfarë është kushtetuta. Andaj mendoj që kemi probleme strukturore të konceptit shtet, që është për te rolit ton akademik, le të themi. S'na pyesin ne. Profesorish, duke qenë që përmendë shtetet në Europë, mendon që Shqipëria ka mekanizma të saktë për të implementuar këtë ide? Po, patjetër që i ka, shumë e thjeshtë. Ke 15.600 të regjistruar në dhomën e avokatisë, ushtrojnë funksionin parimisht të avokatit. Shumë. E të mashme. Një numër i lartë. Që frikshme. Ke një statistikë ku çdo 3 shqiptar 4 janë jurista. Ndaj, për te shakas, pjesës dytë, se pjesa parë është në shifra objektive, patjetër që ke mundësinë, sepse derisa prodhohen kaq shumë juristë, këta juristë në një lloj mënyre ti duhet i fusesh në shërbim të shoqërisë. Jo vetëm jep një diplomë dhe mbaron aty. Por ky është një mekanizëm pak vullneti. Nuk është vështirë për të realizuar as pak. Mjafton Ministria e Arsimit, të gjithë çfarë janë dekanatet e drejtësisë, rektoratet e fakulteteve drejtësisë, apo edhe të gjithë universiteteve në Shqipëri, një plan pune me dhomën e avokatisë rakordohu, një plan pune me gjyqësorin, se patjetër duan dhe gjyqtar dhe prokuror, se janë njësoj, gjyqtar, prokuror, avokat të mbaruar, ndihmës ligjor të mbaruar në drejtësi ka një diplomë. Sa akoma se kanë kuptuar ndoshta këtë diferencë, kanë një diplomë. Thjesht ndryshojnë karrierat që ti zgjedh për të bërë profesionin, por dia është e një diplome. Nuk është se ti di më shumë apo ti di më pak. Ajo është personale. Diploma është një. Dhe kjo mund të bëhet. Pra mjafton dëshira dhe vullneti për ta futur si lënd. Një lënd me dëshirë si fillim eksperimentale, mbase është herët mosha e le themi infantile që janë e kopshtit. Pra ma mund ta fillosh në fillore, klasa 2, klasa 3, janë formë edukimi. Bota jashtë nuk është më nuk është dallaqet, për të thënë kështu, që i ka bërë këtë me kohë. Pikërisht për të bërë qytetar më të mirë, dhe çfarë ndikon? Ul nivelin e kriminalitetit. Se ka një shkak pasojë dhe një benefit. Të shohim nëse mbase kjo intervista jonë mund të jetë një ide. Shpresojmë të jetë një ide, sepse mendojmë që idetë e bukura duhet të implementohen në vendin ku ne jetojmë, kështu që për idetë e bukura jemi këtu. Jam kurioze të di edhe për pedagogët e tjerë, si mund ta nxjisë një pedagog, një student që të jetë pak më i angazhuar socialisht edhe tek pjesa e komunitetit, pra më i përfshirë, pozitivisht gjithmonë. Pozitivisht për ne kemi qetin vetë, nuk në për ne. Po, duke i treguar benefitet. Për shembull, pse duhet të shkojnë teatr? Unë e përdor shumë teatrin si formë, sidomos fakultetin e drejtësisë, që quhet një nga format absolute të edukimit. Pse? Sepse teatri të jep mundësinë për të kuptuar se si lozet. Gjyqësori është një lojë e bukur, ose gjyqet në vetvete janë një lojë e bukur trilaterale. Janë gjithmonë 3 protagonistë. Je ti avokati mbrojtës, për vetën këtë pozicioni që unë kam, je ti gjyqtari edhe ti prokurori, po marrin penale. Nga ana tjetër, je ti avokati mbrojtës i pjesës paditësit apo të paditurit dhe e kundërta, gjyqtari je gjithmonë 3. Ka dhe më shumë palë, po marrin 3 bazën. Tani, këto 3 palët në fund aktrojnë. Pse aktrojnë? Aktrojnë në masën në të cilën ato do mbrojnë interesat e përfaqësimeve që kanë. Çfarë përfaqësime? Po marr penalen. Prokurori përfaqëson akuzën në gjykim, shtetin dhe shtetasit, interesat tanë, avokati mbrojtës të ndeurit dhe gjykata që është mbi të gjitha palët, që duhet jetë parimisht kështu, pse këtu ka histori tjera shkrimisht, histori suksesi në këtë drejtim, që duhet jetë ajo që përfaqëson jo vetëm akuzën, interesat e shtetasve si palë të dëmtuara, por edhe të pandeurin. Nuk e kemi këtë të dytën, vetëm këtë pjesën e parë. Kështu që ti duke ja treguar përmes teatrit këtë studentëve, i thua që teatri është një gjë që ty të mëson këtë rol, sepse ne në gjykat bëjmë rol.
Unë jetën time e përditshme nuk bëj atë që bëjnë gjykatës, unë çdo flas gjithë ditën me fakte, me prova në familje apo në shoqëri. Apo pjesa e bamirësisë, është diçka shumë e bukur, sepse të mbush shpirtin, ti je i dobishëm, ndihesh mirë me veten. Pjesa për të shkuar në opera, në muzikë, në gjëra që janë jo tallava, që janë elegante, janë që ty të japin të reflektosh dhe të mendosh, pra të qetësojnë mendjen. Ne jetojmë në një shoqëri shumë të dhunshme. Dhe nuk e di se si ne do të hymë në Europë me të dhunë që mbartim jo vetëm se shfusim burgë, se kjo është gjë tjetër, po se ne kemi shpirtin e mbaruar në kuptim filozofik. Ne nuk njohim filozofi, ne nuk njohim letërsi, ne nuk njohim mbi gjitha artin e të bukurës. Shifeni kur dilni nga shtëpia estetikisht, këtu është gjithçka që të tremb. Dhe si ngrihesh i dhunshëm. Pra këtu roli tek studenti. Për t'i thënë që shif se ti ke këtë realitet, por veten në funksion të formimit tënd ke edhe këto të tjerat që të mbushin ty. Kam disa shembuj, por që është mirë të kultivohen në formë edukimi indirekte. Tash është pak e vështirë që ta lidhësh, po ja gjen anën. Absolutisht. E vërtet. Profesore, cili është roli i mentorimit në vizionin tuaj për edukimin tek të rinjt? Mendoj që është i rëndësishëm, por duhet nisi në fazë të hershme, sepse ti deri diku e ke formuar vetveten dhe mentorimin, po ta shihni ka shumë në qarkullim, ata individët parë ato që e frekuentojnë dhe kë frekuentojnë, ku janë ata me veten e tyre. Shpeshherë janë njerëz që si kanë patur mundësinë dhe shohin tek figura e sjelljes së një individi që veç shpallet mentor, nuk mund shpallesh mentor. Dhe ato e shohin si perëndi. Ky është thjesht një formë manipulimi. Unë jam kundër këtyre. Se si është roli në të vërtet? Rolin e bën pikërisht e bën mësuesit, e bën prindi, e bën një mik, e bën një shok, por duhet të ketë një bazë familjare në të gjitha këto. Dhe këtu hyn roli themelor familja. Roli i parë, nëse ju kujtohet, nuk e di brezi juaj, po brezi im e bënte shpeshherë na vinin të bënim tipe sesh, në të cilin na thonin kush është figura jote apo heroi jot apo figura jote e referimit. Dhe në kohën time, bëhet dhe sot, po sot është me gjithë respektin. Teksti këngëve nuk është për respekt, është vepër penale ndoshta. Dhe mënyra se si ne shihnim dhe reflektonim ishte familja. Sot ka ndryshuar këto metoda, jo metoda se sa modele reflektimi për shkak të evolucionit shoqërisë negativ. Dhe është i rëndësishëm, kush e bën filtrin? Ne kemi TikTokun sot udhëheqës. Pra nëse TikToku dhe personazhet e TikTokut janë individët që mua më bëjnë mentorimin, shoqëria është në krizë totale. Nëse janë vajzat e Instagramit të cilat promovojnë ideale të parealizueshme të një paraje të shpejt për vajza që në të vërtetë duhet punonin dhe duhet tregonin veten e tyre në pavarësinë e të qenurit të tyre, jo pavarësinë e sa e bukur jam sot, se bukuria vyshket. Unë kam qenë shumë e bukur 20 vjeç, po sot jam. E bukura në fund relative është. Jam në moshë, por nuk mund krahasoj me një vajzë 20 vjeç, do ishte qesharake. Dhe nuk ma lejon as statura dhe as mendja mbi gjitha për të gjithë të tjera. Pra çdo gjë ka kohën e vet dhe mentorimi është shumë i rëndësishëm nëse vjen nga figurat besueshme dhe të provuara. Dhe këtu do të pasur prap them ke roli i shtetit, se ne vërtet në auditore bëjmë një lloj propagande pozitive për jo duke absolutisht duke u krahasuar me askënd, është gabim krahasosh, por duke treguar vlerat pozitive dhe negative ku janë diferencat aty, se e bëjnë seleksionimin vet, po zhvon. Është moshë që ti në këtë pjesë ato e zgjedhin vetë kë duan të ndjekin, ti nuk i imponosh dot. Tash janë të aftë me zotësi për të vepruar. Ti si ndalon dot më, nuk i kontrollon dot më. Pastaj shoqëria që jetojmë nuk është nga më të këndshmet dhe këtu familja duhet të jetë shumë e kujdesshme, nuk mund t'ja lërë vetëm shkollës. Profesoresh, çfarë këshille do ju jepni studentëve të sotëm për të përfituar sa më shumë nga eksperienca universitare? Ta shohin si një e para eksperiencë e bukur se është njohse. Pra ti një njerëz të rinj, mosha jote, pak më të mëdhenj se varet kush është regjistruar. Është një rrugtim i bukur se është mosha më e bukur, ka aktivitete, nuk je i rritur, por nuk je më fëmijë, domethënë gëzon dy anë shumë të bukura të kësaj moshe. Por ka dhe përgjithësinë e vet, që do të thotë që në këtë moshë vendoset edhe në një lloj mënyre rrugtimi jot për jetën. Unë nuk jam me natyrës që të mendoj që
pres 30 vjeç dhe ta zgjedh çfarë do bëhen. Kur ke hyrë këtu ti e ke ndarë mendjen dhe duhet fillosh, mbasi që vitin e parë jo, po tek viti i dytë duhet fillosh çfarë dua unë të bëhem në jetë. Në këtë profesion, kam zgjedhur drejtësinë shumë bukur. Do bëhem prokuror. Do filloj të punoj që të bëhem prokuror. Dhe filloj të merrem ne gjithë informacionin dal nga dal. Çfarë do thotë ish prokuror? Si veprohet? Çfarë duhet të mësoj? Çfarë s'duhet të mësoj? Filloj të pyetje, bëhem kurioz, ndjek lajmet. Azhurnohem me realitetin. Njëta gjë vlen edhe për profesionet e tjera, gjyqtar apo avokat apo nën kategoritë të tjera. Pra noter e tjerë. Po fillohet që në këtë moshë, pra duke përmes librit që ti mëson hap pas hapi lëndën që ti ndjek, ti fillon dhe thua, po nëse unë mësoj mirë këtë nesër, kjo do më duhet, po do më duhet. Pse? Se do konkuroj për çfarë? Për të bërë avokat, për të bërë gjyqtar, për të bërë prokuror e tjerë. Për të bërë politikan. Drejtësia është çelësi i suksesit edhe për të marrë pjesë në politikë. Për jashtë këta tanët. I kemi të veçantë. Një temë tjetër për të diskutuar. Jo, i kemi të veçantë. Po gjithsesi, vinë të gjithë po ti shohësh kanë bërë fakultet të dytë për të marrë drejtësinë. Pse? Sepse i nevojitet, është një gjë që i duhet gjithëve. Kujto. Dhe informacioni është pushtet. Mbi të gjitha, këtë e ka thënë Spinoza për herë të parë në Shqipëri kur është dëgjuar, të qenë ke La Piovra. Ju jeni brezë, në brezi vdiste, La Piovra 1, 2, 3, deri La Piovra 7. Të thekte se shumë e bukur që ishte filmi në atë kohë i viteve 90, par excellence i mafjes, Oktapodi. Dhe në një nga pasazhet e Spinoza që ishte një nga burrat më të ditur të këtij kupolës mafioze, në një moment që diskuton me Tano Karidi, i thot, unë kam përkëdoj gjithçka sepse informacioni është pushtet. Dhe kjo vjen edhe nga tekstet, e bëra më shumë nga filmi, sepse është film shumë i bukur, kohës time, por që të rinë do doja ta shihnin me një sy sot për të kuptuar edhe Shqipërinë sot, se ka shumë ngjashmëri, fatkeqësisht. Dhe mbas aty do pëlqenin edhe rolet. Mo aty do të thënë, unë ka qenë një nga momentet që jam dëshiruar me drejtësinë përmes një filmi. Koha ime ka patur shumë të tillë, por dhe sot ka. Pra çdo lloj gjëje, sot Netflix është plot, sidomos në fushën e drejtësisë, për ta parë si dua unë t'ja. Përveç librave. Librat janë, unë librat i shkoj, banale të them që duhen librat se është ABC-ja. Dhe nuk duhet bazohen në moshën e re, ti mëson mirë teorinë. Dhe gjithë çka ndërton pra themelet. Pastaj ngre 100 kaç, 200 kaç, 500 kaç, it's up to you. Them kështu. Ne kemi kapur vetëm aspektin e ju si pedagoge, po ju si studente, nëse do ktheheshit pas në kohë, do ndryshoni diçka nga eksperienca juaj universitare? Shumë pyetje e bukur kjo, Sara. Faleminderit. Besoj që çdo dëgjues apo shikues që po na ndjek tani është ose apo e interesuar për të ditur më shumë për Enida Bozhekun. Studente. Unë kam qenë studente, gjithë jetën time kam qenë studente absolutisht ekselente. Po vinte natyrshëm me thënë drejtën. Kjo është falgeneve. Këto duhet ta them. Dhe por shumë e pa, domethënë të më ulje mua për të mësuar ishte një kështu aftësi titanike që nuk ishte kaq e lehtë, vetë natyra ime. Duhet të frymëzohesh kur desha. Dhe studentët vazhdojnë me të njëjtën ritëm. Mirë po. Çfarë ndodh? Ndodh që aty ku unë kam studiuar në Rom, në Sapienza, nuk është kaq e thjeshtë shkolla. Për shumë arsye. Sara e di mirë se ka studiuar vetë jashtë dhe e di shumë mirë se do thotë në gjuhë të huaj, në një vend të huaj. Duhet të jesh sistematik. Por që të jesh sistematik do thotë që unë aty kisha një plan ditor, duhet bëja 100 faqe çdo ditë, një libri nga lëndët 1500 faqe, çdo ditë 100 faqe. Po të bëj çdo ditë 100 faqe do thotë që ti je në bibliotekë në orën 9, mbaroj në orën 7 darkës kur mbylli biblioteka. Dhe shpeshherë spostohesh që ke biblioteka tjetër që ne i quajmë aula blu, që ajo rrinte deri në orën 12 hapur. Dhe akoma më shumë kur ishim sezon provimesh, duhet spostoheshim ke biblioteka e konvikteve që rrinte hapur 24 orë. Unë kam pas faqes, le të themi pozitiv në këtë se kam patur mundësi për te konviktit, për pasur ambientin tim dhe s'kisha shqetësime të asnjë forme. Dhe çfarë do të ndryshoja? Do të kisha dashur të kisha mësuar edhe më shumë. Jo se nuk e kam bërë mbrapa, por ishte mosha që neuronet e mia ishin kaq të shpejta
sinapset, në ato lëvizjet e veta, që neuronet e mia i bëni lidhje ta me njerë. Këtë ndoshta do të kisha dashur ta bëja më mirë, më shumë. Jo se bëra mirë, se unë e kam mbaruar shkollën, jam e vetë që kam mbaruar shkollën. Për ti kësaj, po e kam mbaruar në 3 vjet e gjysmë në 5. Do me thënë jam e vetëmja dhe e them me shumë krenari këtë që unë e kam filluar provimin e parë në qershor 2004 dhe kam mbaruar të fundit në dhjetor 2007 në Sapienza të Romës dhe do të thënë llogaritësha makinerie diesh dhe studimi isha. Edhe mbrapa kisha privilegjin për të le të themi në thonjza marrë me të tjerë. I prishëm për ta ndarë të gjithë të informacion që keni marrë, edhe është për të vlerësuar, sinqerisht se nuk është diçka e lehtë. Nuk është diçka e lehtë sepse harron edhe veten ndonjëherë, harron të hash, harron ka shumë gjëra. Minimumi dhe përfundoj pastaj që të gjithë dalliqt të mund të çokoladata i bëra ti shumë mirë. Do i qëndrojmë pak te sinapse dhe do kalojmë te pyetje të shpejta që do na duhen përgjigje të shpejta. Sara, përpara se të kalojmë tek pyetjet e shpejta, që është traditë tek podcasti jonë, që është një round që quhet Quick Fire Round. Unë kam privilegjin që të kem sot profesoresh Enidën këtu, sepse është lektore që më ka dhënë dhe mua mësim dikur, dhe jam shumë i lumtur për këtë, dhe mësimdhënia që profesoresha ushtron është me shumë dashmërsi tek studentët dhe për t'i dhënë dije studentëve. Gjithsesi, një pyetje e fundit, çfarë mendon që duhet të ndryshojë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri? Gjithçka. Diçka që është më specifike për ju? Më specifike. Unë mendoj që ka ardhur koha të fusem realisht konceptin dije dhe meritokraci. Deri tani fatkeqësisht dhe them nga eksperienca jo vetëm botës akademike që është shumë e vakët, shumë e dobët, shumë fatkeqësisht e tillë. Shumë nepotike, pastaj më mos flasim për nepotizmin. Jo, nëse është problematike në kuptimin e mirëfillt të gjës për përmirësimin dhe ndikon tek meritokracia. Po sistemi jonë i drejtësisë duhet zhbërë komplet dhe duhet ribërë. Ne bëm një reformë në drejtësi që s'ishte reformë. 10 vjet pas, pothuajse 10 vjet pas, po tamam 2006 mbyll ciklin e nisjes së këtij rrugtimi, ne pam që dëshirojmë me sukses. Pse? Sepse jemi në një situatë ku kemi gjyqe pafund dhe nuk mbarojnë. Kemi gjyqtar fatkeqësisht brezat e rinj që po mundohen, por nuk janë lartësinë e dur, si mungon eksperjenca, dakord. Eksperiencë do bëjmë gjithë, se gjithë kemi filluar nga aja, por vetë mënyra se si janë formuar në bankat e shkollës, i kanë lënë hapësira që ata sot të jenë para vështirësive reale, se duhet të bëjnë një sforcë për të mësuar gjë që duhet t'ia kishin dhënë pedagogët në universitet, unë e shoh, edhe shpeshherë me gjyqtarët, ka gjyqtarë të cilët janë vërtet shumë pozitiv dhe shumë të mirë, të cilët pranojnë që të bashkëbisedojnë me avokatin, sepse dhe ato mësojnë, flas për të rinjt, ka gjyqtarë të rinj që realisht janë shumë problematik sepse janë arrogant dhe ignorant. Dhe ky është problem i madh, sepse kjo tregon që do të ketë pasoja në të vërtetën gjyqësore, nuk po them vërtet në faktit, jashtë dyerve. Duhet ribërë nga e para. Si duhet ribërë një reformë me themel, ku duhet patjetër tashmë të hynë kush ka mbaruar jashtë. Dhe s'po them më për brezin tim, se brezi im u doj, iku, mbaroj. Por të paktën brezat që po vinë, duhet patjetër të jenë gur themeli i drejtësisë shqiptare në bashkëpunim me më të mirët e sistemit tonë këtu. Duhet jenë bashkë, sepse ato sjellin frymë perëndimore, këta kanë pjesën e mentalitetit të vendit. Gërshëtimi do të ishte perfekt. Nuk kanë dashur ta bëjnë, jo se s'kan pasur mundësinë, sepse pikërisht këta që vinë jashtë janë më të lirë në mendim, se ajo me mendimi kritik është mësuar në bankat e shkollave. Gjë që këtu nuk praktikohet. E praktikojnë 10 vjet apo. Dhe si gjithmonë, profesori asociuar doktor Enida Busheku zgjedh të flasë dhe kur heshtja është më e rehatshme. Ne tani do vazhdojmë me pyetjet, Sara, jemi gati sepse gati. Ora është vetëm 1 minutë dhe vazhdojmë. Teori apo praktik? Të dyja. Ligj kombëtar apo ndërkombëtar? Të dyja. Disiplina apo empati? Empati përmes disiplinës. Tradit apo inovacion? Gërshëtim. Studim individual apo punë në grup? Nis nga individualja për të kaluar ke grupi. Rregull apo fleksibilitet? Fleksibilitet. Kalojmë tek ajo që përmendët më përpara, mentorim apo vetformim? Vetformim dhe më pas mentorim plotësues.
Autoritet apo dialog? Dialog. Duhen librat apo provoja? Të dyja. Dhe një pyetje shumë e rëndësishme, e sotmja apo e ardhmja? Fillohet sot për të ndërtuar të ardhmen nesër. Këto ishin pyetjet dhe me sa duket jemi fiks në kohë, sepse ne në traditën tonë të Quick Fire Round është nëse i ftuar jonë special nuk e mbaron përgjigjen e pyetjeve në kohë, ka një dënim, por sot me sa duket nuk ka dënim për ju. Ka se si unë i shpëtoj nga burgu, nuk e kusë. Ju falenderojmë shumë profesoreshe Nida dhe për ta mbyllur doja të pyesja çfarë mesazhi keni për të rinë? Diçka përmbledhse për sot? Të duan të zgjedhin aty që duan të bëjnë në jetë. Kjo është më e rëndësishme, ta filloj këtu. Të mos ndikohen nga ç'thot thotë bota. Lëre në botë. Dhe të përkushtohen. Dia, informacioni, aftësia e të menduarit ndryshe të bën ti je unik. Mirë po, vërtet do vuash pak. Por gjithë do të ta kenë nevojën, jo se nuk din, por se ai mendimi jot autoritar në këtë rast, në botë kuptimin e gjithçkaje, është udhërfys dhe këtë duhet ta shohin të rinë. Të rinë duhet të shohin që të duan këtë vend njerë, sepse ky është një vend shumë i bukur dhe ne problemin nuk e kemi nga bota, po e kemi nga vetja. Ne nuk e duam Shqipërinë. Nëse të secili nga ne do fillonte ta shihte tjetrin me pak më shumë dashuri, të tipit mos t'i bëj keq. Po jo të ngrihet në mëngjes dhe thotë ku jo t'i bëj keq thotë. Se kjo është problemi jonë masiv. Dhe të fillon të punonte me veten duke thënë që një sekond, unë do të jem njëri më i mirë, si bëhem njëri më i mirë? Rri me njerëz të mirë. Rri me njerëz më të mirë se vetja. Unë dua të bëhem i ditur, atëherë me këtë do rrethohem me njerëz që janë më të ditur se unë, se mësoj nga ata. Unë dua të bëhem i pasur. Rri me njerëz lishmërisht Që janë të pasur. Jo, lishmërisht të pasur. Lloj pasurisht. Pra, unë mendoj dhe uroj që të rinjt të fillojnë ta shohin veten si një forcë revolucionare për të jetuar në këtë vend, jo si një forcë që pret të iki me vrap nga ky vend. Flet njëra bashkë me ty që e kemi provuar, ne e dim që thotë të jetosh jashtë, e dim që thotë të jesh i huaj në dhe të huaj. Dhe pikërisht këtu të rinë duhet ta shohin të nëse ikin jashtë, të ikin me qëllimin do marr eksperiencë, do formohen, do shoh ata anën tjetër me ata ndeti, kudo qoftë ai në perëndim, dhe pastaj këtë bagazh do sjell në Shqipëri. Shpeshherë kush është kthyer në Shqipëri dhe këto janë tendencat e fundit është që demoralizohet, dekurajohet dhe do të iki prapë. Edhe mua ndodh. Po prapë tuja. Sepse nuk ka adrenalin më të bukur se ti çohesh në mëngjes dhe thua sot unë do bëj atë që di të bëj më mirë. Ti jam vetvetja dhe çfarë kam dije ta lë në këtë vend. Do vdes një ditë po emrit më mbesi pas. Për mua kjo është më e rëndësishme. Ose kjo është gjurma e familjes time të paktën. Fantastike. Shumë drejt. Profesore, shumë faleminderit për vizionin e qartë dhe fjalët e bukura që dha sot dhe idetë, dhe shpresoj që një ditë idetë të bukura të implementohen në Shqipëri, se ku ka ligj, ka rregull dhe ku ka rregull çdo gjë është në ujëra të mbar. Ju falenderojmë shumë profesoreshe Nida që ishit me ne sot. Faleminderit shumë edhe një herë dhe ishte kënaqësi që ishit pjesë e podcastit. Gjithashtu dhe ju uroj suksese sepse ideja është shumë e bukur dhe është pak ndryshe. Shumë faleminderit. Ne kemi parë shumë, po që të flitet për të mirën e shoqërisë pa agresivitetin e realitetit që fatkeqësisht na rrethon, për mua është vlerësuar dhe unë ju falenderoj juve për idenë dhe për pozitivitetin, unë kënaqa. Faleminderit e vlerësojmë. Të presim përsëri në një episod tjetër. Dhe për të gjithë studentët e drejtësisë dhe ju që na ndoqët, ligji mësohet, por drejtësia ndërtohet me integritet. Bashkë do shihemi në episodin e radhës çdo të premte në orën 18:00 me të ftuar po kaq special. See you next week.